Në qarkun e Gjirokastrës, gjatë kësaj periudhe është shënuar një ulje lehtë e numrit të personave që trajtohen me pagesën e papunësisë. Sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 57 individ më pak që përfitojnë këtë shërbim. Kjo ulje ka ardhur si pasojë e punësimeve kryesisht në sektorin e prodhimit. Aktualisht në rang qarku pagesa e papunësisë përfitohet nga 110 persona. Kemi mbyllur vitin 2025, e krahasuar kjo me 2024, kemi pasur një ulje të numrit të personave të trajtuar me pagesë papunësie. Mesatarisht janë gati 110 persona të cilët përfitojnë pagesën e papunësisë, nga të cilët më përpara ka qenë 167 në muaj si mesatare. Kjo është për shkak normalisht edhe të shkurtimeve të vendeve të punës, gjë e cila në vitin 2025 ka qenë edhe më pak. Për të përfituar këtë pagesë, aplikuesi duhet të plotësojë disa kushte të përcaktuara nga ligji. Për të përfituar pagesën e papunësisë, mjafton të vinë me një kartë identiteti pranë zyreve të punës, por jo vetëm, edhe në portalin e-Albania mund të aplikojnë për pagesë papunësie dhe të jenë të larguar nga vendi i punës. Pagesa e papunësisë është gjysma e pagës minimale, pra duke qenë se rritja e pagës minimale për vitin 2026 është diku tek 500.000 lekë, momentalisht ata marrin 250.000 lekë. Strukturat përgjegjëse vijojnë të theksojnë rëndësinë e informimit të qytetarëve me qëllim që ndihma të shkojë atje ku nevoja është reale dhe domosdoshme.